24 vjeçari Ena është arrestuar në fshatin Cakran pasi është shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet italiane për një ngjarje të rëndë të ndodhur në vitin 2021 në Gjenova. Si rezultat i koordinimit të punës dhe shkëmbimit të informacioneve me partnerët italian nëpërmjet strukturave homologe Interpol Tirana dhe Interpol Roma, shërbimet e drejtorisë së forcës së posaçme operacionale në kuadër të operacionit Operacionalia 38 lokalizuan në fshatin Cakran Fier, kapën dhe vu në pranga me qëllim ekstradimi në Itali shtetasin N, 24 vjeç. Sipas hetimeve të karabinierëve në gusht të vitit 2021, i riu ndoqi një 75 vjeçare italiane pasi i kishte bërë ngacmime të vazhdueshme brenda një autobusi. Më pas i riu e ndoqi të moshuarën deri në banesën e saj, ku hyri me forcë, e goditi dhe më pas e përdhunoi atë. Para se të largohej, ai i vodhi dhe celularin të moshuarës. Gjykata e Apelit në Gjenova në vitin 2024 e ka dënuar me 6 vjet burgim për marrëdhënie seksuale me dhunë, për keqtrajtim dhe për vjedhje, por i riu ishte zhdukur dhe nuk ishte gjendur nga autoritetet italiane. Hetimet vazhduan dhe u zbulua vendodhja e tij në Fier. Ndaj tij u lëshua një mandat arresti evropian dhe policia shqiptare ka bërë të mundur arrestimin e tij. Interpol Tirana po bashkëpunon me homologët në Rom për të finalizuar ekstradimin e këtij shtetasi në Itali.